31 dhjetor të 2025-ës. Në radhë para se të fillojmë parashikimin, dua t'ju falenderoj kudo ndodheni në Shqipëri, në diasporë, edhe në Mars Prodeshet. Ju falenderoj pamazh në rrugtimin tim nga janari deri në dhjetor të ditës së sotme, ku juve më keni ndjekur në çdo dritare që unë kam dalë. Dhe tani, kohët e fundit, ju e dini që unë jam në TVSH, edhe atë kam mundësinë që të shpjegoj hartën astrologjike, bushtullën astrologjike që unë e them, ose mrokullën i them kësaj këtu. E keni kuptuar këtë? Dhe sepse astrologjia për mua është shkencë më vete, dhe ajo që dua t'ju them dhe duhet t'ju falenderoj pamazh që më keni ndjekur në çdo drejtim, dhe ju falenderoj shumë për mesazhet që keni shkruar. Ju falenderoj shumë për gjithçka. Ju uroj më të mirën që ju e keni në familje, në dashuri, në jetën tuaj, sepse për shkrimet e juaja, për mesazhet që juve dërgoni. Dhe ju falenderoj shumë për besimin që keni juve ndaj meje, keni treguar, por unë ju kërkoj ndjes që nuk i kam përgjigjur të gjitha mesazheve që keni dërguar, nuk i kam përgjigjur me sa kam pas mundësinë, jam përgjigjur, por duke ecur e duke kaluar muajt, ditët, javët, dita ditës, do mundohem të jem më korrekt akoma mbi mesazhet, mbi ato sepse jeni ju, pra jam unë mbi gjërat që ju dëshironi. Dhe kënaqësia, sepse sot në këtë botë që jetojmë, janë shumë pafund, por varet se çdo njeri beson në vetveten e vet në radhë parë dhe atë që ka përballë që i jep një shpjegim sado që tjetë, me atë mënyrën që unë kam, mënyrën që unë shprehem ndaj jush, dhe unë nuk ju kam klient një, dhe nuk ju kam njerëz që